Së fundmi, në rrjetet sociale dhe disa portale showbiz kanë nisur të qarkullojnë aludime dhe thashetheme lidhur me jetën private të Sara Hoxhës, një nga figurat më të njohura të Top Media dhe bashkëshortja e moderatorit Ledion Liço. Gjithçka nisi pasi disa postime dhe komente në rrjet ngritën pikpyetje mbi marrëdhënien e çiftit, duke shtuar kuriozitetin e ndjekësve, të cilët kanë filluar të spekulojnë për një romancë të re apo ndryshime në jetën personale të Sarës. Megjithatë, deri në këto momente, nuk ka asnjë deklaratë zyrtare apo konfirmim nga vetë Sara Hoxha, dhe gjithçka mbetet në kuadrin e thashethemeve që shpesh shoqërojnë personazhet publik. Ajo që e bëri situatën edhe më interesante ishte reagimi i Ledion Liços, i cili publikoi një citat poetik dhe disi misterios. Mos ke nevojë të dalësh nga dhoma jote ri i qetë, i palvizshëm dhe i vetmuar, bota do të ofrohet vetë për të zbuluar pa maskë. Ky postim u interpretua menjëherë nga shumë ndjekës si një thumë indirekt apo një mesazh i fshehtë në lidhje me zhurmën e fundit që po qarkullon në rrjet. Komentet kanë shpërthyer me ndjekës që pyesin nëse bëhet fjalë për një reagim personal të Ledionit apo thjesht një citat pa lidhje me situatën. Sara Hoxha, nga ana tjetër, ka zgjedhur të mos reagojë publikisht, duke ruajtur heshtjen përballë aludimeve. Tashmë mbetet për t'u parë nëse kjo histori do të marrë një tjetër drejtim apo është thjesht një tjetër rast ku rrjetet sociale krijojnë zhurmë pa baza të forta.